Është ekspozita e 5 mos gaboj në Durrës, janë 52 punime afërsisht, pjesa më e madhe janë peizazhe të kapura në natyrë dhe me anë të kolonive ose edhe individuale, por në gjithë Shqipërinë, në të gjitha trojet shqiptare, se ka edhe brenda në trojet e Shqipërisë. Një pjesë me kostumografi, një pjesë me portrete, këto bëjnë edhe mozaikun e kësaj ekspozite. Është quajtur gjurmë Penelatash për shkak se piktorët përgjithsisht duan të lënë një shenjë dhe një gjurmë të punëve të tyre kudo që shkojnë. Shoh që tek natyra, tek peizazhet dominon shumë ngjyra jeshile. E kërkoni shumë mirë lloku që shpesh edhe mungon në tona. Të kuptohen ngjyra tek piktorët është nganjëherë ndjesia e brendshme, nuk mund ta zgjedhësh, po edhe jeshilja ndoshta është ngjyrë që është edhe e vështirë për të punuar, por që kërkon edhe një lloj impenjimi të veçantë. Nuk e dija, domethënë edhe unë tani se ekspozita shpesh ndodh që e shikon si pasqyrë të punës tënde dhe kur i vendos këtu dhe unë e vura re këtë jeshile të punëve. Megjithatë ndoshta e mira apo e keqe është pjesë që vlerësojmë. Një ekspozitë që të gjithë grupi kolegëve tanë kanë pritur mjaft të interes, sepse Beni të paktën në vitet e fundit është përfaqësuar me mjaft dinjitet dhe aktivitetet që ne kemi zhvilluar për koloni dhe në ekspozita të ndryshme, është një potencial që gjithnjë më tepër po rritet në vlerat e tij, është një peizazhist tipik, është një personazh që e kërkon të bukurën tek natyra dhe është gjithnjë në kërkim të motiveve të reja. Ekspozita e sotshme është frut edhe i pasionit dhe i gjithë vullnetit që Beni ka për pikturë. Po sikur se do ta konstatoni vetë, si për nga sasia.